Shoqata Istanbul ka shtruar iftarin tradicional në muajin e Ramazanit, një muaj i shenjtë, një kohë reflektimi, solidariteti dhe afërmiteti me njëri tjetrin. Ramazani vjen si një ftesë për të ripëritur vlerat e mirësisë dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit, për të forcuar lidhjet mes nesh dhe për të na kujtuar se forca jonë si shoqëri qëndron në unitetin dhe bashkëpunimin tonë. Në këtë kohë sfidash të shumta për familjen dhe shoqërinë, kemi gjithnjë me shumë nevojë për të rritur frymën e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, si dhe për të forcuar marrëdhëniet mes institucioneve, komuniteteve dhe individëve. Shoqata Istanbul, me përkushtimin e saj, është gjithmonë e gatshme të japë kontributin e vet në forcimin e këtyre lidhjeve, duke shërbyer si urë mes qytetarëve dhe institucioneve dhe duke promovuar vlerat e tilla si harmonia, solidariteti dhe përgjegjësia sociale. Për zëvendës Muftiu i Shkodrës Arben Halluni, kjo tryezë iftari është simboli i harmonisë mes nesh. Me zemër të mirë dhe plot mirënjohje, ju përshëndes në emër të Muftinisë në këtë iftar të veçantë, ku jemi mbledhur së bashku për të ndarë gëzimin dhe bekimet e muajit të shenjtë të Ramazanit. Është një kënaqësi dhe një nder për secilin prej nesh që në këtë iftar të përjetojmë një moment ku fryma e besimit, vllaznisë dhe bashkimit reflekton vlerat më të larta që ky muaj i bekat na mëson. Sonte, kjo tryezë iftari nuk është thjesht një moment ushqimi, por një simbol i afërmitetit dhe i harmonisë mes nesh. Sigurisht kemi për detyrë të vazhdojmë të mbështesim njëri tjetrin, të ndihmojmë ata që kanë nevojë dhe të kontribuojmë për një shoqëri ku mbizojnë vlerat e familjes, humanizmit, bashkëpunimit dhe dashurisë e paqes për njëri tjetrin. Kjo sofër bëri bashkë edhe politikën, ku drejtuesi i Bashkisë Shkodër Benet Beci u bë bashkë me numrin 2 të Partisë Demokratike Luciano Boçi dhe ish rivali Mbart Spahia. Të tilla sofra përveç se janë një tregues i qartë i vijimësisë të traditave tona të mrekullueshme, këto sofra forcojnë gjithnjë më shumë vllazërinë dhe harmoninë mes njerëzve mbi bazën e vlerave që trashëgojmë ne si shoqëri. Gjej rastin këtu t'ju uroj juve dhe gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë dhe të pranuar. Njëkohësisht të gëzoni të gjithë shëndet të plotë dhe sa më shumë begati e mirësi në këtë muaj të bekuar. E tham ndoshta dhe parafolsit, nuk është thjesht pjesë e kënaqësisë trupit, por është edhe pjesë e kënaqësisë sonë dhe tuajën shpirtërore. Dhe unë do uroja agjërim të lehtë të pranuar për gjithë besimtarët, pasi në këtë udhtim agjërimi unë e di shumë mirë dhe uroj që çdo njëri nga ne të gjejë paqen, të takojë Zotin, të bindet në besimin e tij dhe të bashkëpunojmë gjithë bashkë për atë që është më e mira, më e bukura për Shkodrën dhe Shqipërinë. Faleminderit.